Ish deputeti i Partisë Socialiste Andis Harasani është ndarë nga jeta në moshën 54 vjeçare, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Lajmin e ikjes së parakoshme të ish deputetit e ka njoftuar bashkëshortja Suela Harasani. Në rrjetet sociale, ajo shkruan se pavarësisht se luftoi shumë, fatkeqësisht nuk mundi ta fitonte betejën me kancerin. Andis Harasani ka shërbyer si deputet në 2 legjislatura të Kuvendit të Shqipërisë. Ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në politikat energjetike të vendit gjatë qeverisë socialiste të Fatos Nanos. Nga viti 2002 deri në vitin 2005 ka mbajtur postin e drejtorit të Korporatës Energjetike Shqiptare. Në këtë vit, Harasani nis dhe rrugtimin politik në Partinë Socialiste pas ftesës së Fatos Nanos për të kandiduar në Tiranë përballë Shaban Memis në lagjen numër 4. Harasani fitoi mandatin e deputetit në atë kohë duke mposhtur kandidatin demokrat. Harasani kandidoi sërish për deputet dhe pas ndryshimit të lidershipit të Partisë Socialiste në vitin 2009, ai ishte në listën e Edi Ramës, sërish në qarkun e Tiranës, në zonën e Rogozhinës. Ai e fitoi sërish mandatin e deputetit, por këtë herë nuk e përfundoi. Në vitin 2012, një vit përpara se socialistët të vinin në pushtet, Harasani deklaroi publikisht lënien e mandatit për arsye personale. Pasi u largua nga aktivizimi politik, Harasani u zhvendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me familjen e tij.